Redon Berani reagon me shqetësim pasi largimit të Eglit nga shtëpia Big Brother u shokova. Një nga momentet më të rëndësishme emocionale të sezonit të ri të Big Brother VIP u shfaq kur Egli Taku, një nga figurat më të dashura të showit, vendosi të largohet nga shtëpia. Kjo situatë erdhi si një pasojë e gjendjes së saj shëndetësore dhe psikologjike, duke shkaktuar një valë reagimesh nga banorët e tjerë, përfshirë edhe Redon Beranin, i cili shprehu shqetësimet e tij për mikeshën e tij. Teksa tha, po ndjej keqardhje që ka dalë, por më shumë më vjen keq për gjendjen e saj psiqike që ka arritur deri në këtë pikë. Shpresoj të jetë mirë. U shokova kur e mora vesh. Shpresoj të jetë mirë, por nuk mu duke besueshme, tha Redoni për intervistën, teksa miku i Eglit shprehu edhe shqetësimin e tij se situata e saj do të kishte implikime më të thella se sa largimi thjesht nga loja. Egli, që i përkiste një ndër grupeve më të preferuara të publikut, pata dhe një rrugtim të gjatë brenda të shtëpisë, me të cilën me Redonin shpeshherë raportet kanë qenë të mira, por edhe jo aq të mira. Kujtojmë se Redoni u shpreh të gjatë mundësisë për t'u rifutur në shtëpi se nuk do të jepte shkas më Eglit për një tërheqje romantike, gjë që çuditi jo pak fansat. Megjithatë duket se Redoni ndryshoi shpejt mendim, teksa i dërgonte edhe mesazhe në Big Love Eglit, duke shprehur vlerësimin dhe se e pret jashtë për të pasur diçka më shumë. Duket që tani të dy janë jashtë, pritet pas qetësimit të Eglit nëse do të ketë edhe një takim romantik midis të dy të rinjve, duke lënë pas gjestin, në i cilin asnjë rast nuk tha se ka një pëlqim për Eglin.